Kjo është një protestë qytetare ndër më të fuqishme në historinë e një vendi. Dhe pavarësisht nga, e thash dhe njëherë, gjethet janë apo degzat kur nuk mund të erësojnë trungun. Kauza e këtyre qytetarëve është për shpëtim në Shqipërisë. Nga një regjim që po shkatron, i cili është vlerësuar nga publicistët e mëdhej europian si Pashiqi, si kryeministri më i mirë i Serbisë pas Pashiqit. Do të thënë, si njeriu që ka mbrojtur, ka shkelmuar interesat e shqiptarëve në mënyrën më të vendosur dhe mbrojtur interesat e tjera. Ato fobirat e tij, ai vetëm sa të nxjerr setupin e etërve të tij për armiqtë të jashtëm. Njëherë thot Irani, herë tjetër thot Rus, herë tjetër thot Grek, herë tjetër marrëzira të tilla që s'kan absolutisht asnjë lidhje me korpusin e fuqishëm të protestës qytetare të shqiptarëve